Përshëndetje, sot në studio kemi të ftuar Saidin. Saidi sot do të flasi në lidhje me inteligjencën artificiale. Ju lutem një prezantim të shkurtër për atë çfarë ju bëni. Po, atëherë unë jam Saidi, mbi emrin ndoshta shumica e gjen në rrjetet sociale sepse bëj content, bëj video pothuajse çdo ditë, por nuk është që është profesioni im të bërit video, pra kam një qendër trajnimesh ku bëj trajnime prej vitesh. Ndihmoj bizneset gjithashtu me pjesën e websajteve, me renditjen e tyre në Google, pra është një proces i mirëfillt, por në përditshmëri bëj content, bëj video. Dhe patjetër që këto video kanë ndihmuar bizneset, kanë ndihmuar individët, kanë ndihmuar studentët, që të dalin nga ajo gjendja e tyre le të themi që kanë pas mungesë njohurish, nuk kanë ditur cilat programet përdorin, si ta vënë në punë AI-n, se si të përfitojnë sa më shumë nga teknologjia sot, dhe këtë gjë bëj unë përditshmëri duke i ardhur në ndihmë me këshilla praktike. Si e shikoni ju hyrjen e inteligjencës artificiale? Cili është mendimi juaj, domethënë nga hyrja e inteligjencës artificiale deri më sot? Unë si Said them okay, sepse jam pjesë e informatikës, mua personalisht më ndihmon, pra është nëse dikur para 2020-s unë videot i bëja për 3 orë, tashmë mendimin e inteligjencës artificiale, skriptin, editimin, pjesën e shtimit efekteve apo çdo gjë që ka nevojshme video, mund ta realizoj në 20 minuta. Pra kam kursuar pjesën e mbetur të asaj kohe dhe pjesa e mbetur e kësaj kohe unë e përdor për të bërë diçka tjetër. Pra inteligjenca artificiale absolutisht ka bërë një plus të madh duke ndihmuar individët, bizneset që të jenë më produktiv. Por mos harrojmë që dikur unë kisha edhe të punësuar që më ndihmonin me këtë pjesë, ndërsa sot i bëj vetë sepse i bëj shumë shpejt. Pra ka benefite, por ka edhe këtë të keqen. Si ju ka ndihmuar juve inteligjenca artificiale ose a do të keni për shembull rrezikshmëri në krijimin e videove, duke qenë se dikush tjetër mund ta krijojë videon, domethënë me një komandë. Le të marrim për shembull Google Gemini ose diçka tjetër, edhe i thotë që më krijoni video për le të themi për 30 sekonda. Edhe ajo do ta krijojë në një kohë shumë të shkurtër. Pse duhet për shembull dikush tjetër që të vi tek ju edhe të mos përdori inteligjencën artificiale? Patjetër, këto janë sfidat e kohës tani. Do vi një moment që siç parashikohet që në 5 vitet e ardhshme pjesa më e madhe e trafikut botëror të videove do jetë AI. Unë nuk e shmang dot këtë, as unë as kush. Ajo që ne duhet bëjmë dhe ajo që ne po bëjmë është që të kemi dhe ndjenjen njerëzore në këtë proces të madh. Pra unë dal me fytyrën time dhe kam emocionin, kam ndjenjen, jap edhe të buzëqeshjen, jap edhe gjithçka. Pra patjetër që mund dali diçka më e mirë, të bëj atë që bëj unë shumë herë më shpejt, por mos harrojmë që kam ngrit një komunitet i cili ka njerëz që më suportojnë dhe më ndjekin. Dhe për të bashkuar pyetjes që thatë në fillim, si më ndihmon, është pikërisht që nga ideja, kur unë kam pikë pyetje, dikur futesha në Google, kërkoja se si të gjeja zgjidhje dhe përfundoja duke hapur 20 page për të gjetur informacionin. Kurse sot, qasja me pikë pyetjen është 30 sekonda. Pra informacionin, përgjigjen asaj pyetje që unë kisha në mendje e marr për 30 sekonda. Kurseva kështu minuta të tërë. Tjetër, unë gjeneroj video të cilat i fus dhe i bashkangjis si footage të pjesa e videove që bëj, për ta bërë sa më realistike, pra mos përdorim terma që ndoshta s'kuptohen, për ta duket sa më reale. Dhe tjetra, titrat, që dikur i shkruashim 1 me 1 me dorë, çfarë tjetri thoshte dhe ndiqshim personin që kjo mund na hante diku tek 40-50 minuta, tashmë me AI 5 minuta punë. I gjithë ky procesi është në ndihmë të bizneseve, të atyre që krijojnë, të rinjve, por ajo që unë vërej sot, pavarësisht se kjo është zhvilluar shumë, rinia po bëhet më përtace. Pavarësisht se ka gjithë këto të mira në duart e veta, pra përtojnë. Nuk e di, ndoshta ka humb ajo shtysa, ai xixa nga brenda, pra duhet ta gjejnë. Për këtë duhet flasim më shumë ne sot, sesa për zhvillimin e AI-t. Kështu mendoj unë. Çfarë mendimi keni ju në inteligjencën artificiale që është ndërtuar, domethënë në lidhje me Noan edhe Soran? Domethënë është gjë e mirë, është gjë e keqe apo si pritet që zhvillohet edhe më tej? Tani, përsëri unë do ta kap në 2 prizma. Në prizmin si Said që do ta përdor për video, absolutisht është super. Pse?
duhet marrë një pamje të një lumi dhe një zogu që fluturon aty, ku ta di unë diçka të tillë, në mënyrën e vjetër, ose do ta blija si video, do ta kishte bërë dikush, një kameraman, dikush, një person, ose do shkoja vetë, do e gjeja një lumë dhe do ta filmoja. E kupton, ka qenë shumë e vështirë. Tani me AI gjeneroj për 10 sekonda punë dhe më vjen realistike 100% ashtu siç unë e desha. Ku është problemi këtu? Problemi është që si ai që do shiste videon, si unë që nuk dola nga shtëpia, këto janë dy disfata që unë i quaj jo pozitive. Absolutisht që është e shtrenjtë, pra jo të gjithë mund ta përdorin, pra është $200 abonimin nëse ti do të krijosh video me Sorën, por ka benefitet e veta nëse je media, nëse ngre kanale YouTube dhe ju e dini që në Shqipëri mund të fitosh nga YouTube. Pra me Sorën ti mund të krijosh edhe animacione, filma vizatimor për fëmijë, duke krijuar historinë sipas promptit tat. Pra e gjithë kjo gjëja është në benefitin e të rinjve, që të rinjt të fitojnë më shumë lekë, por është në disavantazh të krijuesve, të videografëve, të atyre të cilët dilnin në natyrë, se ideja për të kapat të videon të lumit të shtyn të nxjerr nga shtëpia dhe ndoshta duke dal, gjen ato emocionet njerëzore. Duke mos dal nga shtëpia, ne i kemi gjitha gati, kemi videon gati, kemi titrat gati, kemi pjesën e tekstit gati, çdo gjë gati, por s'di çfarë mund të bëjmë ne me jetën tonë mbas disa viteve. Ky është shqetësim personal që ndoshta besoj e kanë të tjerët. Po nga ana e prizmit tjetër? Prizmi tjetër absolutisht është pozitive. Është pozitive, sepse bizneset në këtë pikë përfitojnë jashtëzakonisht shumë, sepse koha që i duhesh për të realizuar një dokumentar, le ta zëm, në mënyrën e vjetër, mund të zgjasen më muaj të tërë, tashmë ke iden, krijo skriptin, madje skriptin ta krijon ChatGPT-ja dhe Gemini gati. Vetëm gjë që njerëzit do bëjnë tani janë komandat. Japin komanda, pra erdhi ajo dita në të cilën njerëzit do japin komanda. Patjetër që kjo është e mirë, absolutisht, për ato kompanitë e mëdha, për personat të cilët kanë arritur audienca të mëdha, kjo i ndihmon jashtëzakonisht. Pjesa tjetër pastaj ha diskutim. Si e shikoni ju zhvillimin e inteligjencës artificiale në këtë aspekt, domethënë le të themi në 10 vitet ose 5 vitet e ardhshme? E bukur dhe e frikshme, të dyja. Pse e bukur, sepse absolutisht ne shikojmë nga 2022 deri më sot, ChatGPT-ja ka arrit në pikën që fillon edhe merr vendime vet. Pra është në një pikë që ti e pyet dhe ajo në bazë të eksperiencës, çka ka pasur me përdoruesit e tjerë, fillon dhe gjykon deri diku. Gjykimi është diçka e madhe që i takon njerëzve, por nëse ka arrit në këtë pikë në kaq pak kohë, çfarë mund të ndodhi mbas 5-6 vitesh? Absolutisht do ta shohim nëpër robot, do ta shohim në përditshmëri, do ta shohim nëpër makina, do ta shohim në smart home, do ta shohim kudo ku ne jemi. Nuk është larg dita që ato filmat fantashkencë që ne i shikonim dikur që na dukeshin të paarritshme për njerëzimin, tashmë janë të prekshme. Dhe është e bukur. Absolutisht. Në prizmin tim që unë e shoh teknologjinë, bëj video çdo ditë, jam i lidhur me teknologjinë, për mua është diçka shumë e bukur, absolutisht, por mos harrojmë që do ketë papunësi, do ketë shumë shkurtime, shumë profesione të zëvendësohen në këtë lloj forme. Absolutisht që nuk është aq e bukur, por është e frikshme. Mos harrojmë që robotët nesër do jenë të pranishëm mes nesh. Madje mund të ketë më shumë robot se sa njerëz, sepse njerëzit do jenë thjesht duke dhënë komanda dhe duke shijuar atë jetën e rahatit që na solli AI. Po ndonjë sugjerim për ato që duan të hyjnë, domethënë e kanë shumë pasion inteligjencën artificiale. Nuk është e thënë për shembull që të jetë posaçërisht për video, por edhe për video nuk ka problem. Çfarë do t'ju sugjeroje të tjerëve? Ju sugjeron që të hyjnë në të njëjtën gjë apo që ta shmangin këtë pjesën e videove? Jo, AI nuk duhet shmangur, sepse ky është një diskutim që ne hasim për ditë. Nuk e shmangim, është e pashmangshme sot. Edhe studenti që kopjon provim, kopjon sepse është, ekziston, nuk e shmang dot, nuk e ndalon dot. Në një mënyrë apo në një tjetër, ai person, çdo individ sot e kanë telefonin e tij, inteligjencën, madje tashmë bën edhe bashkëbisedim me Z, madje ChatGPT e fundit ka dhe opsionin që edhe me video, pra ne mund të ndezim ChatGPT-n këtu dhe t'i themi që ç'a sheh. Na përshkruaj pak situatën ku jemi. Pra imagjinojeni pak që ti të kesh këtë gjë në dorën tënde. Është një lloj si të kesh një tutor, një mësues.
personal në jetën tënde, i cili qëndron përballë teje. Që nuk është një person që di 5 aftësi dhe ai do të mësoj ato 5, është një AI, është një teknologji që di pothuajse gjithçka. Dhe ti a mund të mësosh nga një teknologji kaq e fuqishme që mund të mësoj ty, ku di unë, dhe gjërat që para 100 viteshin dukeshin blasfemi, dukeshin si gjëra jo të arritshme. Pra, a duhet i futet? Patjetër. Mund të mësosh kodimin, mund të i futesh programimit, mund të ndërtosh website, mund të bësh aplikacione, mund të ndërtosh pjesën e artikujve, blogjeve. Pra, është një det i tërë aty. Absolutisht shumica e keq kuptojnë këtë çështjen e AI, thonë, po mirë, po bëri AI kaq shumë, ne çfarë do bëjmë? Atëherë, le të mësojmë të bëjmë diçka mirë, AI do na ndihmojë që ne këtë gjën që bëm mirë ta nxjerrim në jetë. Dhe si e tillë, do vinë dhe të ardhurat, ndoshta mund të ngresh dhe diçka tënde personale më pas. Të falenderoj shumë për përgjigjet, edhe të falenderoj shumë edhe për pjesëmarrjen. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit.